6 modelet e makinave e të përdorura në Shqipëri. Mercedes-Benz C-Class 204, 220 naf. Kjo makinë përfaqëson luksin e përballueshëm në tregun e përdorur. Shqiptarët e preferojnë përqendrueshmërinë, komoditetin dhe prestigjin që ofron. Motorët dizel janë ekonomik dhe shumë të qëndrueshëm, gjë që e bën zgjedhje të sigurt për përdorim afatgjatë. Volkswagen Golf 519 naft. Golf 5 ka fituar zemrat e drejtuesve për kombinimin e performancës, konsumit të ulët të karburantit dhe mirëmbajtjes së lehtë. Ai është gjithashtu praktik dhe i besueshëm, duke u bërë makina tipike e shumë familjeve dhe të rinjve shqiptar. Volkswagen Passat B620 naf. Passatet janë të njohura për hapësirën dhe komoditetin e tyre, çka i bën të përshtatshme për familje. Motorët dizel janë ekonomik dhe të qëndrueshëm, ndërsa pjesët e këmbimit gjenden lehtësisht, duke e bërë një zgjedhje praktike për përdorim të gjatë. Audi A4 B720 naf. Audi A4 ofron një kombinim të elegancës dhe performancës. Shqiptarët e zgjedhin për dizajnin sportiv, komoditetin dhe ndjesinë e stabilitetit gjatë vozitjes, si dhe për prestigjin që vjen me markën Audi. Toyota Yaris 1.4 naft. Yaris është shumë popullore për shkak të përmasave të vogla, që e bëjnë perfekte për qytet, konsumit të ulët të karburantit dhe besueshmërisë së japoneze. Ajo gjithashtu ka mirëmbajtje të lehtë dhe jetëgjatësi të lartë, çka e bën zgjedhje të preferuar për drejtuesit e rinj dhe familjet e vogla. Hyundai i30 1.6 naft. Hyundai i30 kombinohet me ekonomi dhe funksionalitet. Shqiptarët e preferojnë për komoditetin, sigurinë dhe motorët efikas, si dhe për disponueshmërinë e lehtë të pjesëve të këmbimit, duke e bërë të përshtatshme si makinë për përdorim të përditshëm.